Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka braktisur në këto momente protestën e opozitës për shkak se policia e ka lagur me ujë deri në kushtet kur ka qenë i pamundur për të qëndrimi në protestë. Shoqëruesit e Berishës kanë sjellë me urgjencë automjetin e tij në mes të protestës dhe kanë larguar atë, nuk dihet nëse në drejtim të Selis Blu apo të banesës së tij. Nuk dihet nëse braktisja e protestës nga ana e Sali Berishës do t'jap fund asaj apo do të vijojë edhe pa të, siç ka ndodhur herët e tjera kur drejtimin e ka marrë biri i Shkëlqen Berisha. Protesta e opozitës po vijon që prej orës 18 pasdites me marshime në rrugët kryesore të Tiranës përballë institucioneve kryesore të kryeqytetit, që nga kryeministria, parlamenti, drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, drejtoria e policisë së Tiranës, selia e Partisë Socialiste, apo edhe djegja e banesës ish diktatorit Enver Hoxha në zonën e ish bllokut. Gjatë marshimit protestuesit i kanë vënë flakën edhe koshave të mbeturinave në anë të rrugëve, ndërsa policia është përgjigjur me ujë dhe me gaz lotësjellës. Duket se në këto momente po ndodhet edhe shpërndarja e protestuesve, ndoshta edhe për shkak të largimit të Berishës. Në fjalën e tij të mëhershme në protest, Berisha tha se ndryshimet e fundit në qeveri, Edi Rama i bëri për të shpëtuar lëkurën e tij. Në këto momente në protestë është duke mbajtur fjalën kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi. I pyetur nga gazetarët, Bardhi sqaroi pse i vun flakën banesës Enver Hoxhës. Ai tha se në atë ambient Rama mbyll pazaret e tij të qeverisjes.